është një kulaç tradicional, pa harxime, pa humbje kohe, as lodhje, Të dashur ndjekës, sot do bëj një kulaç, gdhin shtëpia pa buka në darkë ju teket e me hëngër me i kos, me i tarator, se tash po vjen vera, kulaçi është më i mirë se sa buka, nuk përmban majan, kështu që majaja është e mirë, po është shumë e dëmshme. Ja, gati një gotë e vogël, 150 gramshe. Qumësh. Po kaq sa hudhëm qumësh, do hudhim dhe ujë, po uji do jeti ngrohtë. Ja, unë e kam në një brikë. Ja, ujë, kaq. Do t'i hedhim gjysmën e gotës me vaj. Do hudhim pak kryp. Krypa gjithmonë do jetë me karar, se mund t'a shoqërosh dhe me djathë dhe shkëndon. Do përdor një bustin me sheqer, ja nga ato që pim kafe. Kush është diabetik, mos e përdori, po kjo vjen brumi më mirë, edhe ëmbëltohet nga soda e bukës. Ja, gjysmë luke me sot buke, edhe një fryrës brumi. Ja, nga këto, që përdorim për keke, të gjitha mbisat i mbajmë në një paket të vogël. Midis përbërësve do hudhim edhe 3-4 pika me limon. Ja. Këtu kam gjisë, gjisë që mbajmë në frigorifer. Rreth një lugë e gjysmë me gjisë. Jo me djathë, unë po e përdor me gjisë. Jam ngeli nga përgesa që kisha bënë. Kaq. Edhe këtu kam një vezë. Të bardhin do t'a hudh mrena. Edhe gjysmën e të kuqit. Ja, gjysmën e lash, gjysmën e hudh në filxhon se më duhet për sipër. Tashi të gjitha përbërësit unë do t'i bëj. Ja. Ose me një rafë vezësh. Do t'i hudh edhe një lugë me voj ullinje. Kaq. Do t'i shtoj këtu kam një qese me miell, rreth 1 kilogram. Do t'a hudh pjesë, jo të gjithën, po sa të haj. Vetëm me lugë do punojmë. Nuk është fare lodhshme, nuk është fare me shpenzime. Edhe është një kulaç shumë i mirë për të gjithë vaktet. Për të gjitha vaktet, pa përjashtim. Vetëm se do t'a hudhim pjesë, do trash avash. Ja që t'i hynë dhe gjithë përbërësit. Mos ngelen pa marrë sodën, që i hudhëm. Ngelet në miell, po përhapet gjithani. Përzierja nga poshtë lart, gjithmonë që mos bëhet elastike brumi, të lidhet si rryp. Po duke e marrë me lugë, jo me dorë, me lugë. Do t'a trashim edhe pak. Dhe 700-800 gram miell ha kjo zakonisht. Nuk do t'a bëjmë shumë të ngjeshur. Ngjeshim pak kështu nga gjitha anët e enës. Ja, 3-4 minuta, jo më shumë. Mos e shihni se ka kokrizat e gjizës. Tashi do t'a shtroj, unë do t'a shtroj me iftere, se këtë mas gjithmonë e bëj me iftere, nuk kam saltanete, jam kanal popullor. Këtu kam t'lyn, e kam tret, ja. Pak t'lyn. Tashi e lak pak dorezën me ujë, edhe e shtroj. Edhe do t'i hudh këtë vezën. Që e lash për sipër. Pa saltanete, pa bukurishun, i thjesht dhe natyral. Do t'i hedhi pikë t'lyn, shumë pak. Kjo i e paron shumë të mirë, edhe do piqet me 180 gradë. E lak pak pirunin me ujë, vetëm i çliroj ajrin, që të piqet mrena. E kam drejtë për në furrë, po t'i fshi pak anët,
që janë bërë. Kulaqin e nëzora në fura, është pak i nxehtë, se kam pa me thonë drejtën. Ja, deli pasër, ju thash, me 180 gradë, duke lëviz, kur fillon merr pak faqe, e lëviz deri ke 200. Një kulaq madhështor, them unë, i mjaftueshëm për një familje deri 5-6 persona, se kulaqi të mban, është me sod, edhe majaja fryet kot, po ky të mban shumë. Ashti e pres pak. Faktikisht ky do lon pak të kulloj, megjithatë unë për t'ju prezantu ju, po e hap pak. Nuk di si ka dal, janë në prezencën tuaj, po e pres, se unë e lej qik në kom, derisa të ftofet, se është shumë i nxehtë. Ama s'me vu dorë.